Fundjava do të mbizotrohet nga moti i paqëndrueshëm. Meteorologët parashikojnë se dita e shtunë do të ketë rreshje shiu të pranishme pothuajse në të gjithë territorin e vendit. Dita e shtunë sjell rritje të lagështirës në ajër, vranësira të dendura të cilat do të gjenerojnë rreshje shiu, si fillim në zonat veriore dhe më pas gjatë orëve të mesditës. Dhe të paktën deri në pasdite parashikohet që gjithë territori qytetar të jetë në mbizotrimin e motit të paqëndrueshëm. Kjo do të thotë që do të ketë rreshje shiu her pas here në formë rrebeshjeve. Më të dukshme rrebeshjet pritet të jenë në zonat veriore, ndërsa në pjesën tjetër të territorit rreshjet do të jenë në sasira më të pakta. Në orët e parë të mëngjesit dhe deri në mesditën e ditës së diel parashikohet që vranësirat e shpeshta her pas here dhe krijojnë mundësira për momente të pakta me rreshje shiu në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat qendrore, ndërsa zonat jugore do të jenë disi më të mbrojtura. Në krahasim me të premten që temperaturat maksimale arrin në 26 gradë Celsius, fundjava do të sjellë ulje të tyre me disa gradë. Të kemi një rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, si pasojë edhe e prezencës së rreshjeve në vendin tonë, duke bërë që maksimumet të zbresjeve të vlerës 24 gradë Celsius do të vijojë rënja e tyre edhe për gjatë ditës së diel, duke bërë që maksimumet në rang territori të jenë të vlerës 23 gradë Celsius në orët e mesditës. Sinoptikanët parashikojnë se edhe era do të jetë prezente në orët në vijim dhe sidomos të shtunën, ku pritet të sjellë edhe dallgëzim deri në 4-5 ballë në det të hapur.